Më në fund zbulohet pija që pastron veshkat, ja si ta përgatisni. Shenjat më të zakonshme që konfirmojnë ekzistencën e toksinave në trupin tuaj janë infeksionet, lodhja apo ftohjet. Nëse ndjeni këto shenja, trupi juaj mund të jetë i prekur nga mikroorganizmat ose bakteret. Në këtë video ne do t'ju tregojmë se si të pastroni toksinat dhe veshkat tuaja, t'i ndihmoni të bëjnë punën e tyre. Përbërësit janë 1 limon, 4 mollë, 1 xhenxhefil i freskët, 1 gotë ujë. Zgjidhni produkte organike nëse është e mundur. Hiqeni lëkurën e limonit dhe vendoseni limonin në një shtrydhë frutash dhe perimesh së bashku me mollë, rrënjë xhenxhefili dhe ujë. Është mirë ta pini këtë lëng në mëngjes me stomakun bosh. Gjithashtu ky lëng përveç se lufton toksinat në trup, mund të nxjisë një tretje të shëndetshme dhe mund të rrisë energjinë tuaj. Është efektiv dhe i lirë.